Me një ceremoni fetare është hapur sot xhamia e re Firdeus në lagjen e Jashtëvardarit. Në ceremoninë e sotme të pranishëm ishin kreu i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetahu, miftyu i Tetovës Selver Gjemaili, kryetari komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe shumë mysafirë të tjerë, duke përfshirë edhe banorët e lagjes. Disa informacione rreth xhamisë ka dhënë Ibrahim Alia nga Këshilli Organizativ i Ndërtimit të xhamisë Firdeus. Kjo ëndër filloi zyrtarisht me 13 tetor 2021, me hedhjen e kurthemelit të xhamisë Firdeus, një moment që shënoi fillimin e një rruge të bekuar për besimtarët tonë. Falë vullnetit të mirë të besimtarëve, kontributit të sinqert të bamirësve dhe përkrahjes së vazhdueshme të gjithë atyre që besuan në këtë projekt që nga dita e parë, dhe falë zemërgjërësisë së madhe të familjes Neziri, të nderuarit mësues Hisni Nazmis dhe djemve të tij, sot qëndrojmë para kësaj xhamie madhështore. Kostoja totale ndërtimit arrin 700.000 euro. Në ndërkohë për krerët e Bashkësisë Fetare Islame dhe Myftinisë së Tetovës, ndërtimi i kësaj xhamie ka një rëndësi të veçantë. Mendoj që jashtëzakonisht ka një mesazh të thellë që xhamia e pejgamberit alayhis salam, që është ndërtuar, mesin e asaj ka pas edhe shkolla brenda, që do të thotë edukimi shpirtëror dhe edukimi intelektual shkojnë paralel. Besoj që kjo xhami do luajë rolin e tij për arsye se fëmijët të parë ka universitetin. Muhamedi alayhis salam e njoftoi botën se jam i ardhur dhe i dërguar që të përsosi moralin njerëzor. Xhamit janë ata që ndërtojnë familjet e shëndoshme, dhe xhamit janë shumë të domosdoshme në këtë kohë, kur përshkatrohet familja nga stuhit e ndryshme që vinë nga brenda apo jashtë. Xhamit japin porosin pa ndërprerje që të jemi afër njëri tjetrit, të respektojmë njëri tjetrin, të këshillojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin. Xhamit janë vendet e paqes, sepse në xhami urdhërohet udkhulu fis-silmi kafe, futuni në paqe në mes jush, në përgjithësi të gjithë. Ky është një moment i rëndësishëm për lagjen tonë, i cili është angazhuar për realizimin e këtij projekti të madh, i cili do të shërbejë si një vend i shenjtë për falje dhe adhurim, si dhe një qendër kulturore dhe edukative për të rinjt dhe antarët e kësaj xhamie. Hapja e xhamisë Firdeus është një ngjarje e veçantë që do të shërbejë si një pasuri shpirtërore dhe kulturore për të gjithë ne, duke ofruar mundësi për rritje të besimit dhe forcimit të lidhjeve brenda antarëve të lagjes, thon nga Këshilli i xhamisë. Në këtë xhami për nesër është parapar një ligjërat për gjininë femrore, pas namazit të drekës me qëllim që të njoftohen me xhamin dhe të përfitojnë nga ligjërata e teologës Ibadete Alia Luma.